Mirë se erdhët në Reze Dielli. Do të jemi në këtë bisedë me Altin Jokën. Fillimisht dua që ta përshëndes nga studio jonë dhe më pas të zhvillojmë një bisedë ndryshe me të. Përshëndetje Altin. Mirëmëngjesi, ju falenderoj. Mirëmëngjesi. Megjithëse duhet më kishit para përgatitur pak për këtë punën e bisedës, sepse se filluam që tani në publicitet të diskutojmë. Kam qenë i ngarkuar dhe i zënë dje dhe nuk kemi marrë vesh për temën, ndoshta dhe mendova se ishte një temë interesante. Do të sqaroj unë tani. Shiko çka kemi menduar, Altin. Për gjatë gjithë vitit na ke dhuruar mund të them, shumë këshilla, na ke këshilluar regjime ushqimore për tema shëndeti, për mënyrën se si të gjithë ne duhet kujdesemi për shëndetin ton. Po ja që vjen një moment, një fund viti, në cilin ne të gjithë heqem ato, dalim nga roli ynë, nga statusi, nga profesioni ynë, dhe duam të jemi ne me veten tonë. Pra, pa atë, ti sot je veshur dhe tamam si naturopat serios kur bën dhe konsulta, por ne duam të bëjmë një bisedë pak ndryshe sot me ty. Për ta njohur Altin Jokën, për te profesionit të ti, për te ati njeriut që jep këshilla për shëndetin, për pasionet e ti, për libra, për atë që publiku nuk e njeh. Gjëra private, thuaj më saktë. Duhet të ketë, është më vështirë. ai sa na lejohet. Mirë, dakord, flasim atëherë. Ndaj edhe nuk kemi zgjedhur sot të flasim për një temë shëndetësore. Do ishte më lehtë për një temë, por s'ka rëndësi, vazhdojmë, shpresoj të na dali për hajër. Shiko, njerëzit kanë kuriozitet të njohin një personazh që është shumë aktiv në rrjetet sociale, në media televizive, ta njohin edhe për te këtij petku. Çfarë e lodh, çfarë e qetëson, çfarë filozofi jetësore ndjek për shembull Altin Joka në një ekuilibër, si e mban ekuilibrin jetësor, si qëndron ai në këtë ekuilibrin mes një njeriu që duhet të di gjithçka dhe të konsultohet me diçka dhe një njeriu që ndoshta ka edhe ai problemet, hallet edhe pasionet e veta për tek këtij profesioni. Si thuaj, bjem dakord? Dakord. Jemi në fund të një viti të gjatë, besoj. Dhe të gjithë në fund të këtij viti bëjmë ato bilancet tona. Më thuaj, ma përshkruaj pak vitin tënd, Altin, si ka qenë 2025 për ty? Për këtë duhet një ndalesë shumë e gjatë faktikisht që të përgjigjesh. Do bjem dakord që se kam shumë pyetje dhe do bjem dakord që t'i japim shkurt përgjigje. Dhe mendoj që në këtë çast që po më vjen mendimi, them që në radhë parë ky vit më ka mësuar më shumë se ç'duhet, ose më ka mësuar disa gjëra, të cilët paktën e para që më ka mësuar ky vit është që nuk mjafton vetëm dija. Dija pa guxim për mendimin tim, sepse mund të studiosh edhe mund të lexosh pafund, të kërkosh, të mbledhësh prova shkencore, por nëse nuk ke guxim ti thuash gjërat ashtu siç i sheh, ashtu siç i ndjen dhe ashtu siç i kupton, atëherë për mendimin tim është një formë dobësie. E dyta, guximi do një intuit. Pas gjithë dijes duhet të kuptosh se kush info është e saktë. Kush është një info me probleme, sepse ne sot kemi informacione të cilët më shumë janë disinformuese se sa janë informuese, kemi përplasje, koncepte, studimesh, idesh, dhe patjetër që kjo është shumë kryesore. Dhe ky vit më ka mësuar që tjetër që e vërteta shpesh nuk duar trokitet. Madje nuk duar trokitet, po kritikohet, ndonjëherë ofendohet dhe diferencohet. Ky vit më ka mësuar dhe një gjë tjetër që media televizive janë me tarafe dhe me dëshirën dhe qefin e moderatorëve. Pra janë kthyer në sektore private. Nuk e kam tek ju, po e kam te media, se unë kam komunikuar me gjithë mediat edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe duhet të jesh lëpirës dhe përkëdhelës ti bësh sedrën këtyre moderatorëve, ti vish sipas fijes që të marrin në televizion, të krijosh tarafe me ta, madje ti ofrosh edhe diçka. Disa moderatorë madje të kërkojnë edhe gjëra për të futur në media. Edhe ku flet për shëndetin e popullatës. Po ka media nuk dua ti. Po nuk akuz kam plot, por nuk do t'i shpreh diku në një vend më mund të dytë se nuk ka vlen të merri me akuzën. Dhe në shpesh kam parë që nuk duan t'ia dinë thjesht për të vërtetën. Thjesht të shohin si mbushje programi, thjesht një kohë për mbushur shikueshmërinë apo për like, dhe shpesh to media janë të ndikuar edhe nga sponsor që vën kushte për personat që flasin ashpër kundër produkteve. Dhe jo vetëm këtë vit mund të kem pas 6, 7 ose 8 intervista të cilët më janë anulluar.
më janë anulluar në Kosovë, në Shqipëri, pra më kanë thënë të dalësh sot, sa kam dalë që jam bërë gati, më kanë anulluar intervistën, sepse ndoshta kam goditur dikë apo një produkt caktuar. Gjithashtu kam mësuar që ti shpëtosh lodhjes emocionale kur punon me shëndetin e njerëzve, është vërtet e lodhshme dhe ndonjëherë merr dhe zhgënjim. Çdo histori, çdo dhimbje që një dikush që lidhet me ty dhe komunikon të ndryshon pak nga brenda. Dhe unë kam kuptuar që kjo nuk është një lloj dobësie, por është një lloj përgjegjësie. Nga ana tjetër, gjithë mbylljen e këtij viti që u thatë, unë nuk e shikoj si një mbyllje, por si një kalim diku në një kapitull të ri. Si një moment që unë e shikoj që nuk duhet të kem iluzione, duhet të jem edhe më i qartë, nuk duhet të pres dua trokitje, nuk kërkoj që të bind të gjithë njerëzit, por të ndihmoj ata që janë gati të më dëgjojnë. Sepse këtë kam kuptuar, është e vështirë të bindësh njerëzit. Ata që të kuptojnë në shkryesore me saj. Në aspekti tjetër, momente më të mira profesionale të vitit, mund të them në ana ime, është marrja e një shtese të një diplome nga një institutet më prestigjioze në Suedi për ushqimin e aplikuar, fiziologjinë ushqimore dhe rishikimin kritik të literaturës botërore, në drejtim të ushqyerjes, që më kanë ngrënë njerëz zakonisht shkollë dhe mundim, më kanë kthyer edhe për një rresht të vogël ose një gabim shumë të vogël. Gjithashtu i kam shtuar vetes po ashtu dhe një diplom shtesë në fushën e naturopatista akredituar nga shoqata e prakticentëve ndërkombëtar holistik, IPMH, dhe po ashtu nga shoqata ndërkombëtare e mjekësisë komplementare. Dhe jam në kuadër 27 apo 28, 29 diploma dhe certifikimeve. Gjithashtu kam futur për herë të parë në troje shqiptare një produkt në emrin tim, disa produkte, që ndoshta në gjithë trojet pra produkte të shëndetit në logon time, në emrin tim, duke vënë emrin tim në ballë të diçkaje ose në treg. Produkte mbështetëse për gjendje të ndryshme shëndetësore. Për shëndetësore, po. Dhe në logon time të prodhuara gjitha jashtë, të certifikuara në Angli edhe të marra, kam vite që punoj për të riformuluar formulat, janë formula bimore shumë të veçanta etj. Etj. Midis të tjerave, jam në përfundimin e një aplikacioni privat, i cili është një aplikacion për shëndetin, që do jetë i pari në troje shqiptare, në gjuhën shqipe, do jetë i pari në botë, ndoshta në gjuhën shqipe një lloj aplikacioni tjetër. Dhe gjithashtu edhe botimi i librit dytë, i cili më ka kënaqur shumë kur ka vazhduar përsëri etj. Etj. Pra, mund të them se këto janë sa gjëra dhe sa arritje që ja vlen që të bëjmë dhe një bisedë të tillë dhe publiku të njohë për te asaj që nuk sheh në kamera. Këtë fund viti e pres jo me premtime të mëdha, por me një vendim të qetë duke shikuar se si duhet vazhdoj, se e di që kjo rrugë nuk është e lehtë, por unë kam nisur që në fillim si në formë në një misioni dhe po e vazhdoj prapës. Nuk e mohojmë dhe besoj të gjithë bjem dakord që të kanë konsideruar si një person kontravers, të drejt për drejt, her pas here i ashpër kur bëhet fjalë për shëndetin, sigurisht që duke qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, je përballur dhe me negativitetin e komenteve të ndryshme. Si i pret ti këto komente? Çfarë ndjesie t'i japin? Si reagon ndaj tyre? Faktikisht komentet të tilla nuk përbëjnë që t'jam indiferent, por ama as nuk më përcaktojnë se kush jam unë. Unë vërtet jam shumë emocional, jam njeri me shumë sedër, jam njeri me ndërgjegje shumë të lartë. Por edhe pse më kanë konsideruar kontraversi drejt për drejt, ndonjëherë dhe të ashpër, unë kur i lexoj këto komente ndjenja e parë nuk është që duhet të marr inat, po të reflektoj dhe pyes gjithmonë veten midis dy gjërave. Apo them të vërtetën, apo këto janë provokime. Nëse përgjigja është e para që unë po them të vërtetën dhe jam brenda asaj të vërtetës që mendoj dhe i besoj fort dhe kam të konsoliduar, më duket se jam në rrugë të mirë. Në rrjetet sociale faktikisht vetëm në Shqipëri ndodh një gjë e tillë, janë në nivele ekstreme të negativitetit. Një pasiguri, një frikë, një nevojë për të sulmuar, një dëshirë e madhe, dashuri për të sulmuar tjetrin. Kjo tregon që ne kemi një kulturë shumë të ulët, kemi një egoizëm shumë të lartë dhe kemi një normë jashtëzakonisht komunikimi dobët. Nga ana tjetër, kur je drejt për drejt, sidomos kur flet për shëndetin, ushqimin, njerëzit duhet të kujtojnë pra ti vërtet të je komod kujtohet, por e vërteta ndonjëherë nuk është e butë. Dhe kryesorja është ti mos jesh i padrejtë. Sigurisht ka ditë që edhe ti lufton shumë, lodhesh, mundohesh të luftosh keq informimin, cinizmin e të tjera, por nga ana tjetër unë nuk jam këtu, e kam pasur që në fillim, nuk jam këtu për të pëlqyer të gjithëve. Jam këtu për të pëlqyer i drejtë dhe i ashpër, sepse jam i ashpër se sot ne po përballemi me një sistem gënjeshtrash që lëndon minimalisht 45 milion njerëz me vdekjen e tyre çdo vit në botë. Është vrasja më e madhe masive nëpërmjet ushqimit dhe
problemeve tjera që na kanë gënjur, na i desinformojnë e tjerë. Negativiteti nga ana tjetër i rrjeteve sociale duke qenë shumë i zhurmër, tek mua ndikon në një farë mënyrën e heshtje. Në fund të fundit më qetëson një mendim. Më mirë të jesh i sinqert dhe të krijosh reagime, sesa të jesh i butë, të mos ndryshosh asgjë, ti bësh qefin të gjithëve dhe mos jesh vetvetja. Unë kam zgjedhur pjesën tjetër të adorisjet më dha ka marr nga të gjitha drejtimet. Për te i gjithçkaje, mua the me bindje të plot, duke edhe të njohur, po edhe publiku që është i vëmendshëm edhe simatar në përzgjedhjen e këshillave apo të asaj nuhatjes të frikshme që kanë sot shumë njerëz, mund të quhesh si një nga individët, nga personat e vetëm që ke sjell një revolucion Altin. Një revolucion në qasjen e gjithë secilit prej nesh ndaj shëndetit, ndaj mirëqenies. Pra, na ke ndërgjegjësuar në mënyrën se si ne duhet të ushqehemi, duhet të jetojmë dhe duhet të kujdesemi për veten tonë. Kështu që edhe në emër të atyre që të ndjekin, ne të falenderojmë. Për këtë që ti e bën me shumë pasion, e bën si një lloj misioni në radhë të parë. Për te gjithçkaje. Gjithsesi, çfarë do të kishe hequr dorë nga ky vit që mund të jepte më shumë qetësi? A ka diçka që për cilën ti do hiqe dorë? Do hiqja dorë nga nevoja për të shpjeguar pafund. Nga përpjekja për të bindur atë që nuk është gati të dëgjoj, dhe kjo për mua ka qenë një nga burimet më të mëdha të harxhimit të kohës, energjive dhe lodhjes mendore. Nuk është fitim energjie, pra qetësia nuk vjen kur ti do të fitosh një debat. Por ti kur zgjedh me kujdes betejat, dhe unë betejat e mia i kam zgjedhur dhe nuk i kam me njerëzit dhe me individët. Kam hequr dorë nga reagimet e menjëhershme ndaj sulmeve që mund të bërë. Sepse kjo nuk më preka, por jo çdo fjalë që dikush merr mund të jetë ose meriton t'i kthesh përgjigje. Heshtja në disa raste mund të jetë një vendmbrojtja më e madhe dhe nuk është dobësi, mos e shikojmë si dobësi. Megjithatë unë të gjithë me përgjithësi i përgjigjem, por e kam rralluar jashtëzakonisht shumë. Në këtë vit duhet patjetër që të jem pak më i qartë, të kem aftësinë për të dalluar ajo që është më e rëndësishme nga ajo që është në zhurmë. Dua që të marr nga viti tjetër këmbguljen, sepse rruga që kam zgjedhur nuk është e lehtë, por është e ndershme. Dua të marr ndershmërinë profesionale edhe ku nuk është e pëlqyeshme, sepse shëndeti nuk ka nevojë as për marketing, por për të vërteta. Është shumë e rëndësishme ajo që dua të lë pas apo atë që dua të jap. Dua të lë pas fajin kur nuk kam mundësi të ndihmoj të gjithë njerëzit. Kur shumë njerëz kanë pritshmëri dhe kur puna ndoshta nuk shpërblet më njëherë. Dua të lë pas një përvojë nga njerëzit që nuk ndajnë të njëjtat vlera, edhe megjithatë unë përsëri kam quajtur miq. Nuk dua të marr premtime sepse kalimi i një vit nuk është premtim për mua, por në fund fundit janë disa vendime që duhet të jem më i qetë në mënyrën se si i përballoj gjërat, të kem pak më shumë peshë dhe të ulë edhe pak pesha të panevojshme në disa drejtime, sepse në fund fundit rritje vërtet nuk është të shtosh gjithmonë diçka të re, por të dish saktësisht se çfarë ose kur duhet të heqish dorë nga diçka. Dhe unë mendoj që akoma nuk jam gati të heq dorë nga diçka, pa çka sepse kam një ngarkesë. Ndoshta nga njerëzit, disa ata që më njohin, janë të çuditur. Unë kam një ngarkesë rreth 19 deri 20 orësh në ditë. Kam ditë të tëra që nuk dal as nga zyra, nga shtëpia me ditë, as në balkon, për arsye të komunikimit me njerëzit, në ndihmë të tyre, në shkrime, në lexime që duhet bëj etj. Po, ne duam të dim, ja ndoshta nga këtu duhet ta fillojmë se kush është Altini kur nuk është nutricionist apo kur nuk është naturopat dhe kur nuk këshillon askënd. Pra, jashtë asaj zyrës që po thua që të mban të mbërthyer për orë të tëra, kush është Altini kur, ose si është jesh ai njeriu që duhet të di gjithçka, edhe duhet të këshilloj për gjithçka. Ose cila është atë pjesë e karakterit tënd që nuk duket në kamera? Jam dikush që do të rimbushet, njeri thjesht, kur nuk ka nevojë të provoj asgjë, kur nuk pres mendime në një moment caktuar, kur nuk kërkoj përgjigje dhe shpesh atje unë gjej veten time. Jam një person që reflektoj jashtëzakonisht shumë, që mendoj shumë thellë, ndonjëherë edhe më shumë se ç'duhet,
që sheh lidhje edhe atje ku të tjerët shohin raste të shkëputura. Gjithashtu përpiqem që të zbusë dhe të mbajnë ekuilibër shumë situata tjera dhe jashtë jetës time të punës, apo të asaj që unë bëj, të vlerësoj shumë thjeshtësinë, sidomos bisedat pa rol, të qeshurat pa arsye, momente të shpenguara, më pëlqejnë momentet e shpenguara të pa llogaritura, jo të një lloj monotonie, pra mos ketë shtërim ose shterim në drejtim. Ndonjëherë mund të jem edhe i lodhur edhe nga puna, nga pesha emocionale që sjell sidomos puna me njerëz, shpresa, zhgënjimi, dhimbjet e tjera, por në ana tjetër unë kam pasion shumë udhëtimin, sidomos në natyrë. Më pëlqen shumë të shoh sidomos filmat e vjetër shqiptar. I shoh na 20 herë, 30 herë, mund të kem parë 500 herë një film, 600 herë, nuk e di sa, po i shikoj gjithmonë, edhe filmat e vjetër të huaj, sepse unë jam person që shumë e rëndësishme tek mua që unë jam shumë i lidhur me të vjetrën. Me rënjët, me të vjetrën, jo shpesh me të rënë dhe me modernën. Nuk më ka pëlqyer shumë modernja dhe kjo jetë paktën që jemi të organizuara. Jam një person që mos këshilloj shpesh njerëzit kur jam veç, dhe kryesorja është që kujdesem shumë që mos u mbas veten. Është shumë e rëndësishme kjo për njerëzit. Sepse vetëm kështu një njeri mund të kthehet përsërisht aty ku ishte. Me mendje më të pastër, më i qetë edhe me qëllim më të drejtë. Në raportin që ke me librin një, ndërsa atë që thua, në atë që më the për lodhës të qenë gjithmonë që të thonë personi që duhet të di gjithçka, të këshilloj për gjithçka. Kjo në faktikisht nuk është privilegj, nuk është një gjë e madhe, nuk është një gjë e bukur. Jo, atë lodh të qenë gjithmonë ai person. Po është një lloj bare që ti e mban kur e shikon, sepse njerëzit nuk shohin vetëm dijen që ndan, po presin sigurinë të ty, presin qartësi, presin përgjigje. Dhe kur ti dhe je edhe vetë duke kërkuar disa nga ato, dhe ka ditë ku këto pritshmëri nuk bëhen si të çuditshme, ka njerëz që të rekomandon dikush tjetri sepse ti je përmirësuar shumë në shëndetin tënd dhe ka rekomanduar dikë tjetër, dhe ai pret nga ty një shkop magjik. Sigur ti ke shkop magjik dhe kjo të lodh fizikisht ndoshta edhe mendërisht, dhe ka momente që unë doja të mos më pyesnin fare, jo nga mungesa asaj që unë dua të sqaroj, por nga nevoja që nuk dua të mbaj peshën dhe dyshimin, frikën për të arritur në zhgënjim tek tjetri. Nga ana tjetër mund të them, pra kjo është ajo që të krijon dhe lodhje ndonjëherë. Ndonjëherë thua jam dhe i pasigurt etj, por nuk kam unë kam përballuar temat, mund të them se kam përballuar të gjithë dhe më shumë nga përballimi kam arritur që të mësoj. Dhe kur shikoj që mësoj, shikoj që pesha fillon dhe lehtësohet. Ka ditë që të rritem pak, ka ditë që jo, plas më shumë, hesht më shumë. Në fund të fundit ne jemi njerëz, patjetër jemi të ndryshëm. Dhe në këtë drejtim pritshmëritë të qenit gjithmonë i fortë ndonjëherë edhe më ka lodhur. Dhe kam mësuar që këto pritshmëri mund të vinë për pak kohë edhe mund të rinë edhe në pauzë, si një muzikë që dizet dhe piket. Sepse faktikisht edhe ai që di ka nevojë ndonjëherë të mos di për të mbetur i vërtet. Shumë e bukur kjo, për të mbetur i vërtet. Tek leximi, se përveç se materialeve, librave të fushës profesionit që ti mbulon, sigurisht që ka dhe libra të tjerë që ty ndoshta edhe të kanë ndryshuar mënyrën se si ti mendon për jetën edhe për gjithçka tjetër. Ka një libër që të ka ndryshuar jetën? Cili është ai? Unë faktikisht lexoj rreth 1600 deri në 2200, ndoshta 2500 orë në muaj. Nuk ke për një llogari me orë në muaj. Po, jam shumë i saktë, unë jam metodik, i kam të ndara gjërat, kam një skem shumë të organizuar, një menaxhim, jam munduar të drejtim, e kam pasur historikisht një të tillë. Dhe librat që lexoj, aktualisht kam marrë shumë literatura të mira për problemet e kancerit, me që po bëj një libër për kancerin, edhe kam marrë nga literaturat më të mira. Po, për te fushës të profesionit. Për te fushës që po lexoj, mund të them që janë të ndryshme në disa drejtime. Unë nuk kërkoj një libër i cili të më japi zgjidhje. Zakonisht kërkoj të lexoj diçka që të japi diçka një lloj pasqyrimi. Jo të më mësoj çfarë të bëj, jo të më drejtoj, po të më ndihmoj të kuptoj pse jam ashtu siç jam, dhe të lexoj libra për njeriu, më saktë për personin nga brenda personin, për vetmin, për frikën, për dinjitetin, për heshtjen, për virtytet. Jo libra që e zbukuroj shumë realitetin dhe jetën. Këto nuk më paran pëlqen. Për shembull, The Comfort Book, që është një shpjegim është një libër i cili ka dalë kohët e fundit, është një libër shumë shplodhës dhe emocional. Është një libër
për një person që është i ngarkuar, i lodhur një jetë, i mërzitur, nuk ka fuqi mendore, edhe pse është një libër që ka diku 270 faqe. Shumicën e faqeve ka vetëm disa fjali, paragrafe, nuk ka një strukturë të ndërtuar, por në fundit është një koleksion copshash të vogla, qetësie, reflektime personale, mendime filozofike, fragmente shprese, fjali që nuk të mësojnë, por të mbajnë. Pra nuk ka strukturë në këtë libër. Pra kjo është ideal për punën e stresit. Pra sidhet libri midis ankthit, lodhjes mendore, presionit të jetës, butësit në i vetes, ideja se jeta nuk ka nevojë që të jetë gjithmonë produktive. Në këtë qasin, këtë lidhjet, edhe është e lidhur dhe me problemin tim. Pra, një pjesë flet për mbijetesën e ditës, për arritjet e mjaftueshme, një tjetër flet që ti nuk duhet të kesh armiq, për ndjenjën tënde, për sinjalet që duhet marrësh, për qetësinë si duhet kontrolluar. Pra nuk më pëlqejnë librat ku kanë bindje, ku kanë shtyrje, po janë librat ata që më qetësojnë. Kjo është një libër që më ka pëlqyer. Një libër tjetër, nëse më lejon, një libër që më ka bërë shumë përshtypje, është Njeriu në kërkim të kuptimit. Është një libër që vërtet duhet lexuar dhe nuk jo sepse është i lehtë për të lexuar, po sepse edhe pse është i vjetër në kohën e nazizmit, tregon një realitet brutal të sinqeritetit të një personi edhe personit brenda tyre. Kur njeriu mund të humbë, ka menduar se ka humbur gjithçka, atëherë duhet përqendrohet pikërisht tek ajo që përjeton për të kaluar këtë fazë dhe për të rindërtuar veten e tij. Dhe kjo më ka ndjekur në jetë. Një libër që më ka lënë shumë përshtypje më parë pastaj, ka qenë libri Plaku dhe deti. E kam rilexuar shumë herë për arsye të qëndrueshmërisë së heshtur të personit, për një betejë që bën që është jashtë çdo personi dhe çdo gjëje, pra nuk po e bën betejë me veten e tij, nuk e qell askush. Pra shumë i pastër, shumë i thjeshtë, i pandikuar. Dhe kjo betejë është formëzuar nga jeta e tij. Nga ana tjetër më kanë pëlqyer shumë edhe i lexoj shumë eset e Albert Camus, sepse më japin një shpresë të lehtë që flasin për dinjitetin njerëzor duke përballur me nivele të larta të absurdeve. Libri që më ka pëlqyer shumë është një libri Ai del Carnit, Mos u trishto. Është një libër që unë ja rekomandoj gjithëve, një udhëzues praktik shpirtëror për gjetur paqe, shpresë, dashuri, një qëllim të jetës për të pranuar fatin midis besimit dhe përmbajtjes në thelb. Të jetosh të tashmen dhe jo të mbetesh pikërisht tek e kaluara apo e ardhmja. Qartë, me siguri lista shumë e gjatë e sugjerimeve. Po, është edhe në vogëli ka qenë dhe Pinoku në Afrikë, sepse më ka mësuar një gjë shumë elementare. Kur personi edhe pse është naiv, siç ishte Pinoku, është i futur në një botë shumë të ashpër, në një botë kur gënjeshtra mbizotron, padrejësia është pika e parë e çdo gjëje, kur mashtrimi është ato që po jetojmë sot. Mashtrimi është thelbi kryesor i jetës sonë. Dhe pikërisht, edhe pse ai Pinoku kujtonte se i rrite hunda nëpërmjet gënjeshtrës, nuk ishte gënjeshtra që i rriste hundën, por indiferenca dhe njerëzit e këqij, ai kalonte në rrugtimin e vet midis urisë, sëmundjes, shfrytëzimit, dhe në këtë rast kjo më ka bërë që edhe pse ishte person pra kukull, po themi këtë rast, më ka dhënë shumë ndjesi nga brenda. Edhe të ka dhënë ka dhe libra të tjerë, po do të them. Jo, është lista e gjatë, po se më duhet të nxitoj se kam shumë pyetje të tjera për t'i zbuluar dhe janë shumë të rëndësishme. Një pasion tjetër i yti që publiku nuk e njeh është edhe instrumenti i fyllit. Një instrument shumë shpirtëror, shumë i vjetër, dhe ti duhet ta kish diku aty vërdall, se e kemi parë edhe në live-et e tjera. E kam gjithmonë këtu. E ke aty. E kam gjithmonë këtu. Si e ke mësuar dhe çfarë ndjesie ti jep? Pse të pëlqen? Kjo faktikisht nuk është fyll, po kjo quhet flauti amerikan i vjetër dhe është në drurin është bërë në drurin e gështenjës të Kendrit bëjnë këto. Unë e kam marrë në Amerikë, sepse nuk ka në vend tjetër. E mban thjesht për dekor apo i bie të pëlqen e përdor në momente të caktuara? Do t'ju shpjegoj këtë gjë. Në këtë rast fylli ka ardhur në jetën time, mund të themi, në një mënyrë shumë të natyrshme. Si një instrument jo për të mësuar, dhe unë nuk e kam mësuar as në shkollë, as në libra, as nga notat muzikore, po e kam më saktë e kam dëgjuar dhe në momente stresi dhe lodhje nga puna e ditës, në fund të ditës kur dëgjoja këtë lloj fylli, pra këtë flautin amerikan, po themi, se ky është shumë i kushtueshëm se një fyll, do një kohë procesi për të ndërtuar, për të krijuar në mënyrë artizanale dhe ka një kosto shumë të lartë. Fillon nga $500-600 deri në $2-3.000 një. Çfarë materiali është?
Kjo është me dru qershi edhe kedrit për zjerë, më duket, ose dru qershi vetëm, ka dhe me dru kedri, ka dhe me dru are. Sepse ndryshon tingulli nga materiali. Po, ndryshon tingulli dhe mund të themi se kur e dëgjoja kjo filloi të më qetësonte dhe më joshi. Dhe pastaj e porosita në Amerikë duke provuar, gaboja, përsërisja, i bija, mësoja tjetë, por fylli çfarë më ka mësuar, ose pse kam qef. Fylli nuk duron shtirje. Nëse je ti tensionuar, ai nuk tingëllon, nuk mund t'i biesh dot. Nëse je i përqendruar nga mendimet dhe nga gjërat, ai nuk të bindet që të bëj. Në qoftë se ti nuk je i qetë, nuk je i pranishëm, nuk je i lidhur me frymën tënde, dhe për këtë më ka tërhequr shumë, sepse më ka mësuar një gjë që pak gjëra e bën sot, të ndalosh ose të ndaloj dhe të jesh vetvetja, po themi, por edhe të shpresh atë që ke brenda. Njerëzit të në përgjithësi nuk e nxjerrin. Palosin mërtum anën negative. Dhe pikërisht flauti, ose ky flauti amerikan, ma ka dhënë këtë. Është ndjesia që është shumë e thellë, është si një dialog me veten kur unë i bie. Mund të themi që fryma që fut në fyell del në formën e zërit. Por ai zë nuk është thjesht tingull, është një gjendje emocionale. Ndonjëherë deli butë, ndonjëherë deli ashpër, në një ditë është melankolik dhe asnjëherë nuk është i njëjtë. Ashtu si njeriu që nuk është i njëjtë, ashtu është dhe fylli. Dhe e dyta kur luaj, nuk di, unë perceptoj ose ndije sikur po lidhem me diçka shumë më të vjetër se vetja, me një kujtesë kolektive dhe historike, me mallin për barin, për qetësinë, për natyrën, për vetmin, për të parët tanë, dhe kjo më gëzon, sepse si thash mua më pëlqejnë më shumë gjërat e vjetra dhe jo gjërat e shtirura. Po këtë e lidh edhe me pasionin tjetër, polifonin. Përpara se të flasim për polifonin, unë do doja që ta prezantoja publikun, edhe ndoshta do të surprizoheshin të gjithë tani kur të dëgjojnë Altin Jokën të këndoj polifoni. Mallë për Gjirokastrën. Kemi një audio të Altinit. Kam marrë një këngë që kam bërë vetë. Kemi një këngë, dëgjoje pak veten, dëgjoje sa bukur që është, edhe publiku. E kemi mbuluar dhe me pamje nga Gjirokastra, nga origjina jote. Më vjen mal për Gjirokastrën, më vjen mal moj, më vjen mal veç, më vjen mal për Gjirokastrën. Për pazar moj dhe bashte në palor të ne as mujurat të. Për pazar moj dhe bashte në palor të ne as mujurat të. Dunavate manalat la gjensfake la gjenë plakë. Dunavate manalat. Altin Joka si asnjëherë tjetër, një polifonist, po e shijoj, ishe edhe në plan, të ndiqnim. Tani si ka mundësi si i ke bërë gjitha zërat ti? Janë 4 zëra aty bashkë, apo jo? Je ti me 4 zërat e tu? Po. Vetja është zëri i gjithë faktikisht i përshirë. E kam shizuar thjesht në kompjuter dhe kam lidhur, nuk është bërë në studio profesionale. Imagjino në studio profesionale pastaj. Jo, nuk është bërë në kompjuter, laptop, me një mikrofon që kam marrë. Na ke surprizuar, po të them. Ty ta kam sjellë shumë kohë më parë, sepse kur më pyete një herë, po ta kam sjellë. Çfarë pasionesh të tjera ke? Pikërisht, prandaj e kam mbajtur këtë audio. Po shiko, të flas për të. Në jetë ne kemi shumë pasione, që në fëmijëri, që disa na marrin rrugë dhe na formëzojmë se kush do jemi në të ardhmen. Disa humbin dhe treten, por disa mbeten brenda nesh dhe duan kohën e tyre që të shpërthejnë ndoshta. Kënga polifonike ndoshta është ajo që unë, edhe pse unë kam lindur në Tiranë, nuk kam lindur në Gjirokastër ose ku mendon dikush, kam lindur dhe kam jetuar në Tiranë, babajnë e kam pasur nga Libohova dhe nënën Gjirokastrite, gjyshi nga anë e mamas, i cili merrte pjesë edhe me grupet artistike, ku shkoja, e shikoja me fustanet gjithmonë një foto në ato shtëpitë e vjetra Gjirokastrite, mblidhej me bura, këndonte, në ato radhët e tallonave që prisnin mishin, vajgurin e të tjera që mblidheshim dhe ne dëgjonim. Dhe ndoshta kjo është pasioni, ndoshta dhe dashuria më e hershme dhe më e gjatë që tek mua ka vazhduar përsëri. Sepse unë gjithmonë kam kënduar në makinë, në shtëpi, në çdo kohë, vetëm. Dhe kënga polifonike më shumë më prek sepse nuk është thjesht muzikë. Është një kujtesë e gjallë. Ajo është një histori
që nuk është shkruar në libra, por është e mbajtur në një zë. Brenda saj ka dhe dhimbje që nuk angohet, ka krenari që nuk shfaqet, as me fjalë të mëdha, dhe pse mund të rënkojë një moment, ajo ka ekzistuar. Mund të them që kjo lloj muzike nuk kërkon të pëlqej, sepse as nuk zbukurohet, as nuk fshihet. Ajo del ashtu siç është, e pastër dhe ashpër njëkohësisht. Dhe ndoshta për këtë më prek kaq shumë, sepse flet të njëjtën gjuhë që flet edhe trupi kur vuan. Por edhe kur nuk dorëzohet, flet në gjuhën e të vërtetës, për mendimin tim. Dhe siç të thash, mua më pëlqejnë këto filtra, zbukurimet, ngjyrat false dhe jeta moderne ku jetojmë shumë e vështirë. Në këngë polifonike zërat nuk konkurrojnë me njëra tjetrën siç bëjnë me njerëz. Ato e mbajnë njëri tjetrin. Marsi, Hedsi, Kthysi, Isoja, ka secili rolin e vet. Kur një zë lodhet dhe bie, të tjerët e mbajnë të shtrënguar, që kënga të dalin në fund fare mirë. Dhe kjo është po ishe bërë në një formë të sistematike dhe shumë perfekte të gjitha zërat në ato. Dakor. Duhet të bësh ndoshta një CD në të ardhmen me të gjitha këngët polifonike. Ndoshta unë jam profesionist, të kuptoni, unë jam një amator që na dëshira e madhe. Për mua kënga është terapi. Pra është një lloj terapie që më qetëson, jo sipërfaqësisht, por që nxjerr jashtë atë që unë kam mbajtur brenda. Dhe kur dëgjoj apo dhe këndoj, ndjej që dikush po flet për gjëra, për shumë bura, për shumë histori, të cilët nuk i kanë thënë gjërat nëpërmjet shprehjeve dhe mendimeve tyre, po i kanë thënë nëpërmjet këngës. Ndjesën e malli që kanë, dinjitetin, qëndrimin e tyre. Edhe kjo muzikë ka një lloj dhimbje, por nuk është një dhimbje dobët, është një dhimbje që të çon drejt krenarie, ose të çon krenarie. Dhe kjo më bën ta ndjej edhe më shumë dhe më afër se unë besoj që shëndeti, forca dhe shërimi vijnë nuk vijnë duke mohuar dhimbjen, por duke pranuar dhe duke kaluar me nder. Përtej kësaj, pra mua përtej kësaj më lidh edhe me rënjët e mia, më kthen në trup. Dhe në një botë ku gjithçka është bërë shpejtë, zhumshme, sipërfaqësore, kur kjo muzika mund të them që është një frymë e thellë, e ngadalt, e rëndë, por për mua është jetike. Pra është një lloj terapie, sepse ndonjëherë shpirti nuk ka nevojë për shpjegim, ka nevojë për një zë që të shprehet. Dhe në këtë moment unë shprehem kur atë. Sa e bukur, se duhet kohë edhe gjatë të ndalesh dhe të flasësh për gjitha pasione. Ne do të shkruajmë vetëm për pak publicitet dhe kemi edhe një pyetje të fundit, po jo më pak të rëndësishme. Rikthehemi. Rikthehemi me Altin Jokën në minutat e fundit. Një tjetër çështje që doja të prekja Altin është dhe besimi në Zot. Prej sa vitesh beson në Zot? Kam shumë vite, por besimi në Zot në jetën time të përditshme nuk është një ritual i zhumshëm që duhet të duket apo si një lloj shfaqje. Është boshti ndoshta jetës sime. Se më ka mësuar shumë për urtësi, më ka mësuar të mos ngatroj dijen me gjithë pushtetin dhe të kuptoj jashtëzakonisht shumë. Besimi në Zot për mua ndoshta është gjëja edhe më e rëndësishme. Mos harrojmë që unë vi nga një familje ateiste e fortë dhe kam shah shumë njerëz besimtar dhe në fund fare pastaj jam bërë besimtar. Më janë dashur 120-130 libra të lexuar, kam takime me imam dhe hoxhallar të ndryshëm që nga Bilali, Elvis Naçi që ka qenë nga promotorët kryesor, Luli Medreser, Bilal Teqja e të tjerë, duke u takuar shpesh dhe në fund fare e kam pranuar pastaj që të jem Zot. Pra është nga shenjat ose është nga elementet kryesorë të jetës sime, edhe besimi më ndihmon edhe në punën time, më kujton që duhet të shëbej duke mos luaj me njerëzit dhe me jetën e tjetrit, gjithashtu të shikoj edhe brenda, edhe mos dal jashtë kufive saj, por më bën që të kem edhe më shumë frikë nga i mashtrimi, nga gënjeshtra, nga përgjegjësia e fjalës dhe ajo që kam dhënë. Për ta përmbyllur mesazhin ton, cili do të ishte mesazhi yt për këtë fundvit për njerëzit, jo si një naturopat, por si një njeri? Atëre, unë mendoj, gjithmonë e kam thënë këtë dhe e rikthem prap, mos e trajtoni jetën si një garë, sepse ajo është një udhëtim i gjatë. Ditët ecin shpejt, disa ecin ngadalë, disa nuk ecin. Ti nuk mundesh dot të mendosh që je mbrapa. Nuk mund të jesh i dështuar duke menduar që nuk po ec me ritmin e tjetrit, sepse secili ka kohën e vet dhe rrugën e vet. Dhe po ashtu duhet që të ecim qartësisht dhe jo paqartësisht. Kujdesi nga vetes në ana tjetër është një luks dhe jo një egoizëm. Është një përgjegjësi ndaj vetes dhe para Zotit. Kujdesuni për veten jo sepse e shikoni nga frika, por shikoni veten si diçka të çmuar në çdo moshë që keni. Mos e trajtoni trupin dhe sëmundjen tuaj si një armik që duhet ta disiplinoni, por shikojini si një shtëpi ku shpirti kërkon edhe paqen. Mos injoroni dhimbjen edhe mos e quani dobësi.
Nga ana tjetër, mendoni diçka ose në gjendrat më të mira që mund të themi, ju nuk keni për t'i bler kurrë. Frymarrjen, ecjen në natyrë, bisedën e sinqertë, mëngjesin e qetë. Shikoni dhe besoni tek Zoti më tepër. Dhe kryesorja kërko dituri, lexo mëso më shumë, sillu me edukat dhe respekto qeniet, kafshët dhe njerëzit më të mëdhenj se vetja, respekto dhe përullu Zotit tënd, respekto gjithashtu nënën dhe babain tënd dhe që të duan më shumë se çdo kusht tjetër, duaj motrën dhe vëllain dhe mos u nda për ca metra pronë, duaj fëmijën tënd dhe i më shumë me familjen tënde, duaj botën dhe ata që na kanë lënë pararësit tanë. Dhe në fund, diçka si shenjë që të kuptohet se edhe ti je pjesë e kësaj bote ta lësh në fund të kësaj jete. Faleminderit shumë, Altin. Një tjetër Altin, ndryshe nga erët e tjera që lidhim me shëndetin dhe me mirëqenien tonë, të uroj një fund vit të bukur për ty dhe familjen tënde. Faleminderit shumë. Do të shkemi vitin tjetër me këshilla për shëndetin. Shpresojmë, inshallah. Me shpresë Zotit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ne përshëndetemi së bashku, do të takohemi nesër me Reze Dielli në ditën e Krishtlindjes. Kalofshi bukur.